ka të drejtë të bëjë çfarë do në territorin e vet, por në anën tjetër megjithatë besoj që është e arsyeshme edhe shqetësime që mund ta kenë edhe autoritetet kosovare edhe qytetarët, sepse Serbia në fund ditës nuk e ka vetëm atë pjesë, vetëm atë zonë që mund të bëjë ushtrime ushtarake. Unë besoj që ka hapësira plot të tjera ku Serbia mund t'i kryejë ato pa shkaktuar ndoshta situata të tilla, kështu që mu bën me kuptu që realisht megjithatë ka hapësirë për shqetësim. Me thonë, pra po them, unë pajtona me elitin që ndoshta deri diku njerë që jetojnë atë vi kufitare dhe mund t'jenë mësu t'i shohin shpesh qoftë ushtrimet, qoftë lëvizjet ushtarake apo policisë kufitare apo shumë çka tjetër që i kemi pa edhe raste të mëhershme, por në anën tjetër pra po them, Serbia nuk është shtet i vogël, nuk është se bazat ushtarake i ka të vendosura vetëm në atë pjesë. Kështu që nëse me patjetër i duhet ta bëjë një gjë të tillë, se nuk e ka bënë një kufi me një shtet tjetër. Dhe në këtë aspekt më mendoj që deri diku ka të drejtë edhe qytetari edhe autoritetet që ta shohin si shqetësim. Kështu që mbetet me u pa tutje, por ajo çfarë mund bani për shtypje kushtrim, sepse e pa pak a shumë e lexova edhe reagimin e KFOR-it. KFOR-i nuk e cilëson në të tillë, thotë se ka bashkëpunim, është në kuadër Bile të në një përgjigje për ku auditora e ka thënë që janë informuar që do të jetë një aktivitet rutinë e ushtrisë serbe, por ishte interesant që unë i kam dërguar pyetje KFOR-it pas deklaratave të zotit Kurti, me çrast normalisht e kam përfshi edhe reagimet të zotit Kurti që e ka konsideruar si provokim, kërcënim që mund me pas ndikim sigurie në stabilitet, edhe përgjigja e KFOR-it në pyetjet e mia ka qenë që për shkak se ka natyrë politike në pyetjet që i keni dërguar